Kreu i Partisë Mundësia Gron Shehaj, duke komentuar kërkesën e PD-s për rinumërimin e votave në Tiranë, deklaroi se nuk ka asnjë shans që mandati i tyre i dytë në kryeqytet i kalojë Berishës. Ai deklaroi se nuk mund t'i grabisin mandatin në tavolinë, teksa garantoi mbështetësit se vota e tyre nuk do të preket. 2 mandate, 2 votë besime, të ndershme, të padiskutueshme, dhe askush nuk mund t'i rrëmbej, askush. Ajo që po përpiqen të bëjnë është një grabitje, një tjetër përpjekje e dëshpëruar nga partitë e vjetra, që nuk duan të ndryshojnë. Nuk mund të bërtasesh për farsë zgjedhore dhe pastaj të vjedhësh një mandat në tavolinë. Kjo është hipokrizi dhe nuk do të ndodhë. E kemi thënë edhe më parë dhe po e themi sërish. Çdo vot për Partinë Mundësia është një vot për ndryshimin dhe nuk do të preket, nuk do të tjetërsohet, nuk do të vidhet, shkruan Shehaj në një postim në Facebook. Kujtojmë se Partia Demokratike kërkoi rinumërimin e votave në Tiranë me shpresën për të rrëmbyer në tavolinë Partisë Mundësia një mandat, të cilin do ta merrte Ali Mehmeti.